Unë po them që ne mund të merremi vesh për presidentin, por paraprakisht duhet merremi vesh për qeverinë, për bashkëqeverisjen. Nëse Partia Demokratike pranon bashkëqeverisjen, edhe VV-ja pranon bashkëqeverisjen me Partinë Demokratike, atëherë zgjedhet presidenti dhe fillojnë negociatat për zbatimin e një projekti të përbashkët, një program të përbashkët, i cili duhet zgjas 4 vjet qeverisje. Unë po them, jeni të interesuar për këtë zgjidhje ju? E shani si optimale? Numrat janë. Nuk jemi të gjithë një mendje. Do të thonë që ka edhe kundër koalicioni. Po, në PDK ka zëra edhe kundër një koalicioni me VV-n. Dhe kjo çështje duhet të diskutohet në organet e partisë, duhet të diskutohet në Këshill Drejtues, dhe nëse s'ka pajtueshmëri, po them, të duhun, atëherë normalisht është demokratike, 2 mendimet futen vota, dhe ajo del një vendim i cili është i obliguar për të gjithë. Unë ka mendimin tim, që nuk është keq me bë marrëveshje, sepse na nuk jemi armiq mes veti, jemi kundërshtar politik. Nuk e besoj që bë, të drejtë me ju thonë, por që s'ka mund të ndodhë. E kom dëgju Sameu, drejtë e ti është me pas mendimin e ti. Është një lloj kurzimi kjo apo jo? Jo, Sameu nuk është një zonë i vetmuar. Sameu është një person që përfaqëson një zonë dhe një numër të madh elektorati që ka një ndikim të madh në parti, dhe ajo që e thot Sameu duhet me u shqyrtu. Nuk e di, nuk kam rastis në herë që Sameu të më thot mua, fakten mu që menoj që jemi edhe për të kaluar edhe për të sotmen bashkë, nuk ka ndodhur me më thënë që unë spajtuna me këtë dhe duhet të bëni kështu si për thamun. Ai që ka thonë, e ka thonë publikisht, ndoshta ka raporte ma intime me dikën tjetër, por në raport me mu, unë s'kom pas në rast që ai ka qëndrimet e veta në këtë aspekt, ka pas përplasje politike me njerëz të vetëvendosjes, me vetëvendosjen, ka mendimin e tij politik. Është krejtësisht normale me qenë dikush kundër bashkëpunimit me VV-n. Qartë, po. Unë mendoj që në qoftë se nuk ka koalicion me VV-n, atëherë PDK-ja s'ka ndonjë obligim për presidentin. Por në qoftë se arsyeshmëria bizotron me interesat, arsyeshmëria po them për t'i kriju institucionet dhe për ta nis trenin ku ka mbet i Kosovës, atëherë unë besoj që do duhej që Partia Demokratike të përgatitet për një betejë të madhe brenda partisë, kuptimin pozitiv, për me konsolidu partinë, dhe të përgatitet që 4 vjet me qenë në opozit, s'ka kandidat konsensual, kjo politik. Në politik ka interesa të dy anshme, tani unë nuk e di kush mundet me qenë ai presidenti konsensual mes PDK-s dhe vetëvendosjes. Qofse është ndërprer gjithçka, pas propozimeve ose pas kushteve që i ka qitë zoti Hamza, e ka ndërprer dhe e ka pamundësu më tutje bisedim. Çfarë kushte janë? Çfarë kërkesa themi? Çka është paraqitur nga zoti Hamza në ata? Nuk e di. Kanë qenë seriozisht ky dy propozime? S'kam qenë unë aty. Kemi me diskutuar me zëdhën si zoti Hamza. Si informacion edhe për shikuesit zoti Realiti? Nuk e di tamam, por unë po besoj që i ka në qitë kushtet të cilat i ka PDK-ja. Cilat? A mund t'i paraqesim? Po, s'është problemi, a mund t'i paraqesim, por
unë po besoj që ky projekti për zbatimin e qati projektit ekonomik që e ka pas Bedriu si kandidat për kryeministër edhe për koalicione. Po them. Pra është diskutuar në takim për koalicion qeverisës. Mundet me pas koalicion, sepse po e zgjedhim një president propozuar nga PDK-ja edhe që s'është i PDK-s. Absolutisht mundet me pas koalicion. Marrëveshje politike, mund të jetë tillë? Mundet me pas përgjegjshmëri politike të kryetarit partisë, të partisë, për të mos e bloku procesin e më të tjeshëm dhe vendimi i pa lëvizshëm, i pa ndryshueshëm që ne të mesim në pozitë dhe ta zgjedhim presidentin për t'i hapë mundësi... Kuj du t'jetë propozimi? Dhe të ishë opozitës? Jo se tani thëjnë e ka zhjithë PDK-ja ato që vjetë, në thënë pas ti. Ka edhe në opinion edhe krimë një lloj perceptimi për ndikim të madh të PDK-s në LDK. Ekziston një ndikim si pasur? Nuk e besoj që ka. Nuk e besoj. Ka njerëz që kanë miqësi, raporte miqësore me njëri tjetrin, por mendoj që nuk ka aq afinitet, aq afërsi mes dy partive sa me diskutu apo ju pëlqen ju kryetari jonë apo jo. Ose me preferenca për kryetar vllak? Shiko, partitë kanë preferenca gjithmonë ose pretendojnë me pas mik kryetari. Pse? Sepse mujnë mu marrë vesh ma mirë, ma letë me te, për vendimet e më të tjeshme. Por unë mendoj që se cila parti dhe PDK-ja duhet me uru që LDK-ja me qenë parti serioze, parti e bashkume, parti e idealeve të tyre dhe me vazhdu jetën politike në Kosovë. Po sigurisht që kam raporte të mira, unë pse jemi në koalicion komun, nuk do me thonë që unë kam ndikim të kërkesat e ti për shkarkimin ose zgjedhjen e kryetarit të Lidhjes Demokratike. Drejtën me thonë, akoma nuk kam fol me të a ka preferencë dhe si i kanë punë.